Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, ka zhvilluar një takim në një nga lagjet më të vjetra të Vlorës, siç është lagja Partizani. Leskaj shpreh se edhe pse një lagje e vjetër e Vlorës ende shikohen shtëpi pa ujë, infrastrukturë të shkatruar, mungesë ndriçimi, probleme të mëdha sociale dhe ekonomike, të cilat këto 12 vite sa kanë ardhur dhe janë thelluar si pasojë e keqeverisjes së sektit Rama. Bashkëbisedimi me banorët e kësaj lagjeje të bën të kuptosh se sa shumë e varfër është Vlora e fasadave dhe propagandës. Leskaj e shprehur se me gjithë këto probleme në këtë takim, në çdo shtrëngim dore, në çdo vështrim, në çdo fjalë shihet shpresa, besimi dhe dëshira për ndryshim. Gjatë fjalës së tij, ai ka ndarë pika nga programi i Partisë Demokratike si një plan real, një projekt i madh kombëtar, i cili do të fuqizojë ekonominë dhe do të krijojë mundësi punësimi për të gjithë, duke krijuar realisht shanse për të gjithë qytetarët. Programi 100 ditëve të para e vë theksin këtu, që brenda 100 ditëve përcaktohet minimumi jetik për çdo person 200 euro, është një dhënë dalë prej 6 vitesh nga institucionet shqiptare, përcaktohet pensioni minimal 200 euro, shtesa në pensione 20%, përcaktohet ajo karta e pensionistit që merr të vëshën shtesë që shkon dhe 3 pensione në vit, i grabiti pronat në Bregdet, me atë formulën e famshme investitor strategjik, me formulën Shqipëria 1 euro me të dhënë pasurit, tani po u jep dhe ujin që ja u grabit dhe fshatrave dhe zonave të caktuara. Gjitha këto lagjet tona të vjetra duhet të konsolidohen, të gjitha lagjet zonën tuaj ne duhet t'i fuqizojmë. Ne kemi zgjedhur këtë radhë kandidat me spikatura është zonja Alta Azizi Aluci, të cilin ne kemi për detyrë ta ndihmojmë të gjithë, ta votojmë të gjithë dhe ta çojmë deputete në Kuvendin e Shqipërisë. Atje ku ka nevojë për legalizime, do bën automatikisht pa kaluar ti nga deputeti i radhës. Berisha ka deklaruar në një takim që zgjidhja e problemit të pronarëve të vjetër brenda këtij 4 vjeçari do përfundoj. Ashtu si problemi i dëmshpërblimit të ishte për ndjekur politik, në mbyllje të fjalës time, sinqerisht dua ta rishpreh dhe e kam theksuar gjithmonë atë mirënjohjen time për ju, për banorët e lagjeve të vjetra të Vlorës. Juftoj për ditën e nesërme, familjarisht juftoj në orën 8 të shkojmë te 3 racat, te Lef Sallata. Kryefjala jon është dashuria, borxhi, respekti, mirënjohja për ju. Vajzën e nderuar, pedagogen e talentuar, zonjën Alta Azizi Aluci. Kandidatja e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për këtë zonë, Alta Azizi Aluci, theksoi se në 11 maj të gjithë qytetarët vlonjat të votojnë masivisht Partinë Demokratike, që së bashku të sigurojmë një të ardhme më të mirë për Shqipërinë. Pjesa më e madhe vuan kapacitetin minimal të mbijetesës dhe vazhdojnë të besojnë se Partia Demokratike do ta bëjë ndryshimin dhe kjo është ajo që ne na jep më shumë se çdo gjë tjetër entuziazëm. Partia Demokratike ka marrë përsipër që të kushtoj kryesisht rëndësi atyre që janë në minimumin jetik